Skandali i incineratorit të Tiranës nuk është më thjesht një aferë korruptive, është një histori e pasur grabitje të parave publike, ku qytetarët shqiptar paguajnë, ndërsa përfituesit koncesionit vazhdojnë të pasurohen dhe për një incinerator që nuk është ndërtuar kurrë. Sipas të dhënave të publikuara, kompania koncesionare Integrated Energy BV SPV, e cila ndodhet nën sekuestro preventive, ka realizuar vetëm gjatë vitit 2025 një fitim paratë e taksa paguesve prej 792.3 milion lekësh ose mbi 8 milion euro. Në të njëjtin vit, ajo ka marrë edhe 913 milion lek nga buxheti i shtetit, që prej vitit 2017, pagesat e marra nga buxheti arrin në rreth 8.4 miliard lek. Këto nuk janë paratë të qeverisë, janë paratë e taksapaguesve shqiptar. Janë paratë e pensionistit që mezi përballon faturat, janë paratë e familjarëve shqiptar që paguajnë çdo ditë çmime më të larta. Janë paratë e të rinjve që largohen nga Shqipëria sepse nuk shohin asnjë të aftë me këtu. Janë paratë e bizneseve që mbyten nga taksat. Dhe pikërisht këto para, në vend që të shkojnë për pensione, shëndetësi, arsim apo mbështetje për familjet shqiptare, vazhdojnë të derdhen në një koncesion për një vepër që nuk është ndërtuar kurrë. Ky është modeli i qeverisë së Edi Ramës. Qytetari paguan, klientët e pushtetit fitojnë. Është e papranueshme që një kompani nën sekuestro preventive të vazhdojë të marrë pagesa nga buxheti i shtetit, ndërsa shqiptarëve u kërkohen të paguajnë gjithnjë e më shumë për një shtet që nuk u kthen atyre asnjë gjë. Më e rëndë bëhet situata kur kujtojmë që SPAK ka dërguar për gjykim 12 persona dhe 2 shoqëri në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës, ndërsa vetë kompania koncesionare akuzohet për mashtrim me pasoja të rënda dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Sa më shumë zbaret kjo aferë, aq më qartë duket mekanizmi i një kontrate publike, miliarda lek nga taksat e shqiptarëve dhe fitime miliona euroshe për një incinerator që nuk ekziston. Qeveria nuk mund të fshihet më pas propagandës. Kush firmosi, kush përfitoi, kush vazhdoi të paguante, edhe pse qytetarët vazhdojnë të mbajnë faturën e kësaj afere, shqiptarët nuk kanë pse të paguajnë faturën e një korrupsioni të qeverisë. Partia e Lirisë kërkon transparencë të plotë mbi çdo qindar të paguar nga buxheti i shtetit dhe KPT koncesion dhe përgjegjësi politike e ligjore për çdo zyrtar që ka mundsuar ose lehtësuar këtë situatë. Taksa e qytetarëve nuk janë plaçk për qeverinë dhe klientët e saj. Buxheti i shtetit nuk është llogari private. Shqipëria nuk mund të vazhdojë të qeveriset me parimin qytetarët paguajnë, oligarkët fitojnë. Kjo aferë duhet të zbaret deri në fund dhe çdo përgjegjës duhet të jap llogari.